Do ta shtyp me makinën, se di se si më mban vendi t'ja çaj ballin. Shokuese dalin komentet befasuese që Rozana Radi bënte për Nedën kur ai ishte banore në Big Brother, që në nisje të këtij Big Brother VIP është vënë re një tension midis Rozana Radi dhe Neda Balluku, që është opinioniste. Debatet e diskutimet e forta janë zhvilluar gjatë prajmeve të ndryshme. Në të gjithë debatet duket se nuk kanë qenë në kuadër të lojës, por është parë qartë se ka diçka e një qasje personale midis tyre. Në mbrëmjen e djeshme janë zhvilluar disa komente shokuese të Rozana Radit për Neda Ballukun, në kohën kur kjo e fundit ishte banore në Big Brother. Komentet e Rozanës kanë befasuar të gjithë rrjetin dhe po qarkullojnë kudo. Një nga komentet më të përfolura ishte ndër të tjera: "Mbajeni këtë Nedën larg nga rruga kryesore, se kur të dal nga aty do ta shtyp me makinën", shkruajnë ndër komentet e tjera në atë Big Brother, teksa duket se këto kanë qenë fjalë tepër të rënda. Teksa vazhdonte, më shpjegon pak kjo kuqe intelektuale Orgenit, domethënë shifti i tregut sham, ka keq kuptuar kur Arbona i ka thënë do shkosh të shpërblesh këtij djali, nga që për Orgenin i shkoi mendja për keq kësaj, apo jam e gabuar unë? Po s'kerdi, jam më shumë e dashurume, e di se si po më mban me vendit t'ja çaj ballin, po do ta prese, do t'i bëj një kafe si gjati gjinës Marigot. Hajde Gleda ta bëjmë bashkë që të mos grej më kohë, ju përgjigje fansave të tjerë që thonin se do ta lëndojmë Nedën. Neda nga ana tjetër me të dalë jashtë duket se i sheshonte asaj kohe marrëdhëniet, madje duke i shkuar edhe në butikun që Rozana Radi ka në Tiranë, kjo e fundit ja ka kthyer duke i shkuar Rozanës edhe në emisionin e saj investigativ. Mirë po duket se komentet që nuk i ka kapërdir dot në këtë Big Brother kanë bërë që të rikthehet Rozana e vjetër.